Përshëndetje shenja briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 shkopinj, mbreti i shkopinjve, 8 kupat, faqa e monedhave. Në planin personal, ju dukeni si dikush që ka kaluar shumë betejë emocionale dhe mendore. 9 shkopinjt tregon një shpirt të lodhur, por jo të thyer. Ka një ndjenjë sikur po ruani zemrën, po ruani energjinë ose po ruani planet tuaja nga njerëz që nuk i besoni më. Mund të ndiheni sikur gjithmonë duhet të jeni të fortë, edhe kur brenda jush ka nevojë për qetësi. Por më pas shfaqet mbreti i shkopinjve. Dhe kjo kartë ju rikthen fuqinë. Ju duket se nuk jeni më në energjinë e viktimës. Brenda jush duket se ka një zjarr drejtues. Dhe kjo javë ju kërkon të mos tregoheni të ndjeshëm, por të veproni me vetë kontroll dhe vizion. Ju mund të jeni figura që udhëheq situata dhe jo figura që humbet në to. 8 kupat flet për largim fizik ose largim emocional. Ju mund të largoheni nga një mënyrë e vjetër e të menduarit. Mund të largoheni nga një lidhje që nuk ju ushqen më. Ose mund të largoheni nga një pritje që ju ka konsumuar. Ose mund të largoheni nga një dhimbje që e keni mbajtur më gjatë se ç'duhej. Ky largim është pasojë e mos përmbushjes nga ana emocionale ose nga ana financiare. Faqa e monedhave sjell fillim të ri praktik. Pas gjithë këtij procesi sentimental, ju filloni të mendoni më seriozisht për veten, për stabilitetin tuaj, për trupin, për financat, për një projekt ose për një version më të disiplinuar të vetes. Çdo hap i vogël këtë javë ka rëndësi, mjafton të hidhni hapin e parë. Kartat këshillojnë se ju nuk duhet të mbani më barr vetëm sepse jeni mësuar ta bëni. Ka dallim mes forcës dhe vetë sakrifikimit. Kalojmë tek familja. Në familje kemi faqa e shkopinjve, forca, 10 shkopinjt, 4 monedhat. Në familje, faqa e shkopinjve sjell komunikime, lajme ose sjellje impulsive. Mund të ketë dikë më të ri në familjen tuaj që kërkon vëmendje, ose një situatë që nis papritur dhe ju detyron të reagoni. Forca është karta që tregon se si mund të silleni ju, pra me durim, vetkontroll dhe maturi, jo me shpërthime, jo me krenari të ashpër. Kjo kartë thot se fuqia juaj më e madhe këtë javë nuk është të fitoni debatet, por të ruani qetësinë. 10 shkopinjt tregon lodhje. Ju mund të ndiheni sikur po mbani barrën e të gjithëve, që mund të jetë barrë financiare ose barrë morale. Dhe më pas kemi 4 monedhat që tregon mbyllje. Dikush që mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj që mund të jetë partner, partnere ose antar familje, dikush mund të jetë kokfort, i ftohtë emocionalisht ose shumë i fokusuar tek kontrolli emocional ose kontrolli financiar, ose mund të tregoj një lloj mbyllje sepse ndoshta jeni lodhur duke dhënë pa marrë asgjë mbrapsht. Dhe kjo tregon zhgënjim, prandaj ndodh edhe kjo mbyllje. Kartat këshillojnë të mos mbani mbi supe më shumë se sa zemra juaj mund të përballojë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalorësi i shkopinjve, drejtësia, 4 shpatat, 4 kupat. Në dashuri, kalorësi i shkopinjve sjell energji intensive.
që mund të jetë tërheqje e fortë, komunikime impulsive të shpejta, afrime dhe largime që ndodhin në mënyrë të vrullshme, paqëndrueshmëri në ndjenja ose mendime, ose një person që hyn me pasion, por jo gjithmonë me stabilitet. Mund të jeni ju ose personi juaj. Mund të ketë dëshirë, tension seksual, pasion, krenari, ego ose lëvizje të papritura, sepse këto lloj energjish përfaqëson kalorësi shkopimve. Por më pas shfaqet karta e drejtësisë dhe këtu gjithçka ndryshon. Drejtësia nuk lejon iluzione. Drejtësia flet për sinqeritet, për balancë, për përgjegjësi emocionale dhe për pasoja nga veprimet. Nëse dikush ju ka lënduar, kjo javë ju bën të shihni qartë se çfarë meritoni. Nëse vetë ju keni qenë të pavendosur, tani duket se zemra juaj kërkon drejtim më të drejtë. Katër shpatat tregon heshtje, distancë ose nevojë për pauzë emocionale. Mund të ketë ndërprerje komunikimi, tërheqje ose lodhje mendore nga situata. Por kjo kartë nuk duket se nënkupton ndonjë lloj fundi, më tepër duket si reflektim ose plogështi shpirtërore ose fizike, si një zemër që nuk dëshiron më drama dhe ka nevojë të dëgjojë vetëm veten. Më pas shfaqet karta me 4 kupat, që nënkupton një gjendje emocionale të pakënaqur, të zhgënjur ose të mbyllur. Në disa raste kjo kartë tregon edhe nostalgji për dikë që nuk del lehtë nga mendja edhe kur komunikimi mund të jetë ftohur. Duket sikur ka pasion të fortë, por me heshtje dhe paqartësi emocionale. Por unë do të thoja se zemra juaj meriton siguri, jo pritje dhe dyshime. Kartat këshillojnë të mos pranoni thërrime në dashuri, vetëm sepse dikush mund t'ju ndesë zemrën për një çast. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 5 monedha, 2 monedha, 10 kupat, asi shkopimve. Në punë java nis me pasiguri ose me ndjenjë mungese. 5 monedhat mund të tregoj stres financiar, lodhje profesionale, ndjesi mos vlerësimi, ose frikë për stabilitetin. Por 2 monedha tregon se ju po përpiqeni të balanconi shumë gjëra njëkohësisht. Mund të jeni duke menaxhuar financa, detyrime, familje dhe emocione personale në të njëjtën kohë. Megjithatë, fundi i kësaj panorame është shumë pozitiv, sepse kemi 10 kupat dhe asin e shkopimve, që tregojnë se mund të hapet një derë e re me potencial për kënaqësi dhe bollëk. Asi i shkopimve është ide e re, fillim i ri, njohje e re pasionante për disa, energji kreative, ofertë, motivim, ose një shkëndij që ju rikthen besimin, ose mund të jetë edhe një punë e re për disa. Ka mundësi që një situatë që dukej e vështirë të marrë kthes më pozitive nga fundi i javës. Kartat këshillojnë të mos lejoni që lodhja apo frika e momentit t'ju bëjnë të dyshoni tek një mundësi e re që mund t'ju hapë rrugë më të mirë. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi vendosmëri. Vendosmëria tregon se këtë javë forca juaj më e madhe është këmbgulja për të vazhduar edhe kur gjithçka duket e rëndë. Paçi.